Elhamdulillahi Rabbil Alamin, wa salatu wa salamu ala afdali anbiyai wal mursalin. E falenderojmë pafund krijuesin ton të dashur, i qofshim atij fal, dhe përshëndetjet janë mbi pejgamberin e Zotit Muhammedin alayhi salam. I madhi Zot, ky Ramazan filloi dhe po kalon shumë shpejt. Por ne jemi të sigurt që çdo sekond, çdo minutë, çdo orë, çdo vepër e mirë ngrihet ke madhështia jote. Lutemi o Zot, na i pranon ato. I madhi Zot, kemi shans që u futëm në Ramazan, ishim gjallë dhe jemi sot e kësaj dite duke jetuar. Lutemi i madhi Zot, në këtë Ramazan të begat, na i falësh gjitha gjinafet e jetës tonë. O i madhi Zot, na fal neve, familjet tona dhe gjithë umetin e pejgamberit Muhammed alayhi salam. O Zot, lartësoj, begatoj, nderoj, fisnikëroj baballarët edhe nënat tona. I madhi Zot, ato të cilët janë larguar nga kjo botë, qofshin i madhi Zot në mëshirën tënde të pakufishme. Amin. O Zot i gjithësisë, ndriçoja atyre shpirtin. I madhi Zot, nëse janë në kënaqësi, shtoja kënaqësinë, nëse janë në dënim, largoja dënimin e ktheja në kënaqësi, ja Rabbel Alamin. I madhi Zot, begatoj, arsimoj, nderoj, lartësoj të rinjtë dhe të rejat tona. I madhi Zot, afroj ato në botën e dijes, largoj ato nga ignoranca. Afroj ato në botën e dritës, largoj ato nga errësira. Afroj ato i madhi Zot në botën e moralit, ta shijojnë, largoj ato nga bota e veseve. Të lutemi i madhi Zot, të rinj dhe të rejat, fëmijët tanë, t'i ruash ato, t'i begatosh, t'i lartësosh, t'i japësh mendim të kthjellët, t'i japësh zemër të pastër, t'i japësh shpirt që buron mirësi, e t'i japësh atyre fizik të fuqishëm. Çdo gjë i madhi Zot është në dorën tënde, ti i thu diçka bëju dhe ajo bëhet, dhe ne prandaj të lutemi ty një dhe një vetëm, o sundus i madhi gjithësisë. I madhi Zot, fuqi ploti, i gjithëmëshirshmi, mëkatëfalsi, i drejti, i lartësuari, i dhëmshuri, i dashuri me krijesat e veta. Ja Arhamur Rahimin, o më mëshiruesi mëshiruesve, të lutemi të na bësh prej atyre që do t'japim shpirt duke thënë la ilahe illa Allah, dhe në ato çaste që japim shpirt, ti t'jesh i kënaq me ne o Zot dhe jo i hidhur. I madhi Zot, na mundso të dalim me fytyra të bardha ditën e gjykimit, të takohemi me pejgamberët, me të sinqertët, me punëmirët, me të ndershmit, dhe bashkë me to i madhi Zot të bëhemi nga banorët e xhennetit duke hyrë së bashku. I madhi Zot na ruaj nga zjarri i tmerrshëm i xhenemit dhe larg atyre kriminalëve që do të hyjnë aty. I madhi Zot na mundson xhenet nëse na bën prej tyre, ta shikojmë bukurinë, lartësinë dhe madhështinë tënde. Ti je më i bukuri, ti je më i larti, ti je më i madhi, ti je më fisniku, të qofshim fal. I madhi Zot, kush është i smur, shëroje sa më shpejt, dhe ai që është me shëndet, ruaj atë, se çdo gjë është dorën tënde. Na shtoj madhi Zot, dhe kjo është duaja më e rëndësishme, na shtoj madhi Zot dashurinë pafund zemrën tonë për ty. I madhi Zot, ti e din që kur të themi na mundso që të duam sa më shumë, na vjen natyrshëm. Po pasha madhështinë tënde, kur duam të themi na dujti neve, me zorna e thot gjua, se për çfarë mundet një krijues kaq i madh sa ty të na doj neve. Për Zotin e themi, o Zot, na mundso që na futet në esencën e zemrës tonë dashuria për ty, se ti je krijuesi jon, ti je i madhnushmi, ti je i larti, ti na dhe çdo gjë. Ti na ke dhënë mundësi tani që të lutemi, të flasim, të kuptohemi, të dëgjojmë, të punojmë me miliarda neurone për të kuptuar këtë fjalë. Po si mund të themi Zot, na duaj ti neve, se ti je kaq i madhnushëm, ti je Zoti, dhe ne jemi njerëzit, ti je krijuesi, dhe ne jemi krijesat. Çfarë mund të kemi bërë ne që të na dush ti o Zot? Prandaj po të lutemi që ne të duam sa më shumë, e për dashurinë tënde për ne është në dorën tënde i madhi Zot, e të lutemi na i pranosh këtë lutje. Amin. Amin. Amin.